Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Kush janë besimtarët? Disa prej cilësive të besimtarëve: pritja me padurim e ezanit, mbërritja në xhami para fillimit të namazit, mosmëria ndaj të tjerëve, mosmarrja me punët e të tjerëve, kënaqja me gjërat më të nevojshme për të jetuar, studimi i Kuranit dhe i Sunetit, shqetësimi për dhimbjet e muslimanëve dhe bamirësia me pasurinë e vet. Këto janë cilësitë e besimtarit. Në lidhje me pasurinë dhe jetesën, këshillohet shumë rruga e mesme. Ndaj nuk duhet as të synoni nivelin e kamjes që mund t'ju shtyjë në ligësi, e as nivelin e varfërisë që ju bën të harroni përjetësinë. Niveli kur të gjitha nevojat plotësohen në mënyrë të ligjshme është gjendja më e mirë për besimtarin. Nevojat kryesore mund të ndryshojnë nga një person në tjetrin, por në përgjithësi ato janë: një shtëpi për të jetuar, një grua për të gjetur prehje, një mjet udhëtimi i përshtatshëm për lëvizje dhe të ardhura sa për shpenzimet e domosdoshme. Allahu është i butë ndaj robërve të tij. Një banor i Riyadit më tregoi se më 1955 një grup peshkatarësh nga qyteti i Xhubejlit u nis për në oqean dhe pasi kaluan 3 ditë e 3 net duke peshkuar, s'arritën dot të kapnin as edhe një peshk. Ndërkohë, një grup peshkatarësh aty pranë zuri shumë peshq. Ata u habitën, jo vetëm nga mosbarazia midis tyre dhe grupi tjetër, por edhe sepse ata ishin shumë të veçantë në faljen e 5 namazeve ditore e megjithatë kishin dështuar në kapjen e peshkut, ndërsa grupi tjetër nuk falnin namaz, por ishin të suksesshëm në përpjekjet e tyre. Njëri prej tyre tha: "Sa i përsosur është Allahu dhe i pastër nga çdo emet. Ne i lutemi Allahut, falim çdo namaz dhe prap nuk zum gjë. Ata si bën Allahut as edhe një sejdë këtyre ditëve të fundit dhe shi se sa mundën të zinin." Kështu u përshpëriti atyre shejtani dhe i këshilloi ta linin namazin. Të nesërmen në mëngjes, ata nuk u zgjuan për të falur sabahun dhe më vonë neglizhuan edhe drekën edhe ikindin. Para se të binte nata, u nisën për në oqean. Ata zun një peshk dhe kur e hapën, i gjetën një perlë shumë të çmuar në stomak. Njëri prej tyre e mori perlën në dorë, e vështroi dhe pasi u mendua tha: "Sa i përkryer është Allahu. Kur ju bindëm, s'morëm gjë, e kur s'ju bindëm, morëm këtë." Pa dyshim ky risk na duket i dyshimt. Pastaj ai e hodhi perlën në oqean duke thënë: "Allahu do të na shpërblej me diçka shumë më të mirë se kjo. Por Allah nuk do ta marrë sepse ajo u fitua pasi që e lam namazin. Ejani me mua e ta lëm këtë vend ku nuk ju bindëm Allahut." Ata lundruan 3 milje para se të ndalonin për të kaluar natën. Pak pas fillimit të sërishëm të peshkimit, ata kapën një peshk mjaft të madh. Kur e hapën, ata i gjetën të njëjtën perlë në stomak dhe thanë: "Falënderimi i takon Allahut, i cili na siguroi furnizim të mirë." Ata e kapën peshkun pasi u lutën, duke e përkujtuar Allahun dhe kërkuan faljen e tij, ndaj kësaj here ata e mbajtën. Mund të dalloni një ndryshim të rëndësishëm. Objekti ishte i njëjtë, por i papastër kur e fituan duke mos ju bindur Allahut, dhe i pastër e i çmuar kur e fituan duke ju bindur atij. E sikur të kënaqeshin me atë që u dha Allahu dhe i dërguari i tij, e të thonin: "Na mjafton Allahu. Allahu do të na furnizojë nga të mirat e tij edhe i dërguari i tij. Dhe vetëm te Allahu e mbështesim dëshirën." Padyshim, kjo është mirësia e Allahut.
Prandaj sa herë që dikush e braktis diçka për hir të Allahut, Allahu i siguron atij diçka më të mirë. Kjo më kujton një ngjarje të prisit të besimtarëve, Ali ibn Abi Talibit. Një mëngjes, ai hyri në xhaminë e Kufës për të falur 2 rekate nafile. Para se të hynte, ai pa një djalosh që qëndronte te dera dhe i tha: "O djalosh, ma ruaj dhe vend sa të falem." Ali u hyri në xhami me dëshiren që ta shpërblente djalin me 1 dirhem për shërbimin e tij. Ndërkohë, djaloshi ja hoqi frerët dhe nxitoi në pazar t'i shiste. Kur doli nga xhamia, Aliu nuk e gjeti djaloshin, por vetëm deven pa frerë. Ai ngarkoi një njeri ta ndiqte djalin dhe urdhëroi të shkonte në pazar, sepse ishte i sigurt që djali do të shkonte atje për ta shitur frerin. Ai e gjeti djalin duke e ofruar frerin për shitje dhe ja bleu për 1 dirhem. Ai u kthye te Aliu dhe i tregoi se ç'kishte ngjarë. Pasi e dëgjoi, Aliu tha: "Sa i përsosur është Allahu. Për Allah, desha t'ja jap 1 dirhem halal, por ai e refuzoi atë dhe parapëlqeu haramin. Ti, o Muhammed, nuk angazhohesh me asnjë çështje. Nuk lexon nga Kurani asnjë pjesë dhe nuk bën ndonjë vepër. E ne të mos jemi dëshmues kur e ndërmerr atë. Zotit tënd nuk mund t'i fshihet as në tokë e as në qiell, as sa grimca. Dhe e furnizon atë prej nga nuk e pret." Në librin e tij Lehtësim pas vështirësisë, Et-Tanuhiu tregon historinë e një njeriu që ra në varfëri të madhe. Tërë dyert e lehtësimit ju mbyllën. Një ditë, gjendja e tij u bë aq e frikshme sa që ai dhe familja e tij nuk kishin në shtëpi asgjë për të ngrënë. Ai tha: "Ditën e parë kaluam të uritur. Dita e dytë kaloi po ashtu. Dhe kur dielli po perëndonte, gruaja më tha: Dile na gjej ç'të mundesh për të ngrënë, sepse jemi në buzë të vdekjes." Mu kujtua një kushërire imja dhe u nisa drejt shtëpisë së saj. Me ta takuar, i tregova për gjendjen tonë të mirë. Ajo tha se nuk kishte asgjë në shtëpi përveç një peshku të prishur. I thash të ma jepte gjithsesi, sepse gati po vdisnim. E çova në shtëpi dhe për habin time të madhe gjeta një perl në stomakun e tij. E shita për 1000 dinar dhe i tregova kushërirës se ç'kishte ndodhur. Ajo më tha se do të merrte vetëm një pjesë të vlerës. Gjendja ime u përmirësua ndjeshëm pas asaj ndodhie dhe e furnizova shtëpinë nga pjesa ime e fitimit. Dhe e dija se ishte mirësia e Allahut dhe asgjë tjetër. Dhe çdo të mirë që keni është prej Allahut. Përkujtoni kur kërkuat ndihmë prej Zotit tuaj dhe ai ju përgjigj. Një besimtar i virtytshëm na tregoi se ai ishte një herë në shkretir me familjen. Ishim në mes të shkretirës kur na u mbarua uji. Dola për të kërkuar ujë dhe pash se pellgu i vogël që kishim pranë ishte tharë. Fillova të kërkoj në të gjitha drejtimet, por s'munda të gjej as edhe një pikë. Pas pak na kaploi etja e madhe. Fëmijëve të mi u duhej patjetër diçka për të pirë. Unë kujtova Allahun, i cili i përgjigjet lutjes së atij që është në hall. Unë ngrita, mora tejmum, u drejtova nga Qabeja dhe fala 2 rekate. Pastaj ngrita duar dhe qava. Lotët më rridhnin teksa po i kërkoja ndihmë me ngulm Allahut. Tani më kujtohet se ajeti më poshtëm më vinte pa rreshtur në mend. A është ai që i përgjigjet nevojtarit kur ai e thret? Dhe për Allah, sapo u ngrita nga vendi ku u fala, një re u shfaq dhe u afrua mu mbi kokat tona. Filloi të binte shi. Pellgjet rreth nesh u rimbushën. Ne pim, u lam dhe morëm abdes.
Atëherë falenderuam dhe madhëruam Allahun. Pas pak udhëtuam mëtej dhe pam se ajo zonë ishte e tharë dhe shterë. Kishte rënë shi vetëm aty ku ishim ne. E kuptova se Allahu na e solli ren në përgjigje të lutjes time dhe e falenderova atë. Një ajet thot: dhe ai është që e lëshon shiun, pasi që ata të kenë humbur shpresat, dhe ai e shtrin mëshirën e vet. Ai është mbikëqyrësi, i lavdëruari. Duhet të jemi ngulmues në të kërkuarit prej Allahut, sepse vetëm ai mund të sigurojë, udhëzojë dhe ndihmojë robërit e tij. Allahu, i lartësuari e i plot mëshirshmi, përmend njërin prej të dërguarve të tij dhe thot: dhe ja përmirësuam bashkëshorten që të lindte fëmijë. Ata përpiqeshin për punë të mira. Na luteshin duke shpresuar e duke u friksuar, dhe ishin respektues ndaj nesh. Allahu kompenson me më mirë se ajo që u humb. Ibn Rexhebi dhe të tjerë tregojnë për një besimtar të cilit i mbaruan të ardhurat kur ishte në Mekë. Ata e mbërtheu uria shumë dhe gati po vdiste nga mungesa e ushqimit. Një ditë, duke ecur në përrethинat e Mekës, ai gjeti një varse të kushtueshme. Ai e mori me vete dhe u nis për në xhami. Rrugës ai takoi një njeri i cili njoftonte se kishte humbur varse. Besimtari tregon se e pyeta të ma përshkruante atë dhe ai e përshkroi mua ashtu siç ishte. Pa më lënë shtek dyshimi. Ja dhash atë pa marrë shpërblim dhe thash: o Allah, e dhash për ty, ndaj ma kompenso me çka është më mirë. Ai shkoi në oqean dhe filloi një udhëtim me anije të vogël. Pas pak kohe një stuhi me erra të forta e dërmoi copash anijen dhe ati ju desh të kapej pas një cope druri. Errat ishin të forta dhe e çonin sa majtas djathtas. Më në fund, ai doli në një ishull. Atje gjeti një xhami plot me njerëz që po faleshin dhe ju bashkua atyre. Ai gjeti fletë me pjesë nga Kurani dhe filloi t'i lexonte. Njerëzit e atij ishulli e pyetën: a di të lexosh Kur'an? Dhe ai u përgjigj se dinte. Ata i thanë: mësoju fëmijëve tanë Kur'an. Kështu ai filloi t'i mësonte ata dhe mori rrogë për punën e tij. Një ditë, ata e pan tek shkruante dhe e pyetën: apo i mëson fëmijët tanë të shkruajnë? Ai pranoi dhe filloi t'i mësonte ata me rrogë. Pas një farë kohe, ata i thanë: kemi një vajzë jetime, i ati së cilës ishte njeri i mirë. A pranon të martohesh me të? Ai ra dakord dhe më vonë tregoi: u martova me të dhe kur qëndrova me të, pash se mbante po atë varsen në qafë. I kërkova asaj të më tregonte historinë e varses, dhe ajo tha se i ati e kishte humbur në Mekë dhe se një njeri e kishte gjetur e ja kishte kthyer. Ajo i tregoi se i ati gjithmonë lutej që e bia të bekohej me një burrë si ai njeri i ndershëm. Atëherë i tregova se ai njeri isha unë. Ai braktisi diçka për hir të Allahut dhe Allahu e kompensoi me diçka edhe më të mirë. Vërtet, Allahu është i mirë dhe i pastër dhe nuk pranon vetëse të mirën dhe të pastër. Kur kërkon, kërkoi Allahut. Mirësia e Allahut është shumë pranë. Ai dëgjon gjithçka dhe i përgjigjet lutjeve tona. Jemi ne ata që kemi plot të meta dhe na duhet të jemi ngulmues në lutjet tona. Mërzia apo pesimizmi nuk duhet na ndalin kurrë, e as nuk duhet të themi: u luta, por nuk mu plotësua lutja. Përkundrazi, duhet të ulim kokat në sejdë dhe t'i lutemi për ndihmë Allahut. Mënyra më e mirë për këtë është i kërkojmë atij nëpërmjet emrave të tij të bukur dhe cilësive të tij të përsosur. Mirë po gjersa të marrim përgjigje,
duhet të këmbgulim në lutjet tona drejtuar fuqiplotit të mëshirshëm. Luteni Zotin tuaj të parullur e në heshtje. Një shkrimtar tregon se një musliman shkoi në një vend si refugjat dhe i luti autoritetet e atjeshme t'i miratonin në shtetësi. Të gjitha dyert ju mbyllën. Me gjithë përpjekjet e tija të shumta dhe kërkesat ndaj të tjerëve, tërë lidhjet e tija dështuan. Një ditë, ai takoi një dietar dhe ky i dha një këshill. Lutju Zotit tënd, sepse ai është që i lehtëson gjërat. Kuptimi i kësaj këshille gjendet në hadithin. Nëse kërkoni, kërkojini Allahut, dhe nëse doni ndihmë, lutjuni Allahut. Dhe ta dini se nëse një popull do të mblidhej së bashku për t'ju dhënë diçka, ata s'do të mund t'ju sillnin asgjë, përveç asaj që Allahu ka shkruar për ju. Refugjati tha, për Allah rreshta së shkuarit tek njerëzit për ndihmë apo ndërmjetësim, por nisa t'i lutem Allahut në pjesën e tretë e të fundit të natës, mu siç më kishte thënë dietari. Pak përpara agimit, i lutesha Allahut dhe e përgjëroja për ndihmë. Kaluan vetëm pak ditë dhe dorëzova një aplikim për nënshtetësi pa ju drejtuar askujt për ndërmjetësim. Pas disa ditësh, për çudinë time, më thirrën të merrja dokumentat e kërkesës së nënshtetësisë. Ato ishin vulosur me aprovuar. Allahu është i mëshirshëm dhe i butë ndaj robërve të tij.